Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 29 vjeçarin Granit Pepinika, i arrestuar pak ditë më parë në dërmi në kuadër të hetimeve për një rrjet të dyshuar mashtrimesh kompjuterike të kryera përmes call centrave. Në të njëjtën seancë, gjykata la në burg edhe Gjoni Hitajn dhe Redion Rexhematin, të cilët akuzohen për vepra penale të mashtrimit kompjuterik dhe përkrahjes së autorit të krimit. Pepinika u vu në pranga në 3 korrik gjatë një operacioni të policisë së Vlorës dhe forcës operacionale, ndërsa ndodhej në një vilë në zonën turistike të Dërmiut. Ai dyshohet se ka pasur një rol drejtues në organizimin e një skeme mashtrimi që synonte qytetarë të vendeve të Bashkimit Evropian. Prokuroria dyshon se përmes call centerave viktimat mbeteshin investitor të platformave të rreme financiare dhe bursash online, ndërsa fondet e tyre përfundonin në duart e organizatorëve të skemës. Dëmi i shkaktuar nga aktiviteti dyshuar kriminal vlerësohet të kalojë 50 milion euro. Në verifikimet rezulton se Granit Pepinika zitronte 50% të aksioneve të shoqërisë së përfshirë në aktivitetin e krijuar në vitin 2021 së bashku me Jurgen Melën. Kjo çështje është pjesë e hetimit të gjerë të nisur nga Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me autoritetet austriake. Operacioni kulmoi në muajin prill të këtij viti, pas një hetimi 2 vjeçar me goditjen e 3 rrjeteve të call centerave që operonin në 12 ambiente në Tiranë, arrestimin e 10 personave dhe sekuestrimin e rreth 900.000 eurove kesh, si dhe provave të tjera materiale që konsiderohen të rëndësishme për vijimin e hetimeve.